Në kodrat e qytetit Korçës, këtë shtunë me 10 fëmijë të shoqëruar nga prindrit, gjyshrit e tyre dhe të afërm kanë mbjell pemë, një nismë kjo disa vjeçare që kërkon të kthehet në traditë. Me mbesat, se u shpyllëzua, e kishim të pyllëzuar, e kemi pyllëzuar vetë. Ishim të vegjël dhe kishim program, muaj dhjetor ishte muaj pyllëzimit. Dhe çdo shkollë ishte kuotën e saj që duhet të plotësonte. Brenda javës, brenda muajit duhet të bënim ato pemë që i kishim. Dhe vinim çdo javë edhe mbjellim. Kështu vazhdoi që në filloren, të vjeçaren, të mesme, edhe kur shkuam në punë, e njëjta gjë. Jo si trashëgimimi se sa të kenë kujdes për bimësinë, për ambientin. Se vetëm këto na i kujtoj shumë mirë se këtu nuk ka qenë asgjë e papyllëzuar, sidomos në kjo pjesa këtu, sa ne vazhduam edhe në të tjerat, tër malin e Moravës dhe ande nga Drenova. Bem, plus që këto kodrat këtu të Moravës, Morava 1, 2, 3, i kemi mbjell vetë me duart. Unë kam ardhur këtu që të mbjell pemë lule dhe sepse dua që njerëzit të kenë një ambient të pastër dhe unë kur të rritem të vi këtu ta ujës me ujë dhe të jetë ambientin i pastër. Po, dhe jo vetëm fëmijë, dhe jo vetëm gjyshë dhe prindër, po edhe shumë qytetarë. Dhe sa kemi filluar 11 kishim lajmëruar si orë, jo që unë 11 fiksa një herë s'ka. Gjatë ditës do ketë edhe shumë. Është një traditë e bukur, është lloj edukimi që na duhet. Gjithçka e mirë. Atë po unë besoj që në fund e ditë gjë më e pakët që do arrim. Gjatë këtij viti nisma avion mbjellin rreth 1500 pemëve, çka pritet të përmirësojë ndjeshëm kurorat e gjelbra në kodrat e Moravës.